nga ambientet e shtëpisë së Big Brother, ku na pret Labinot Treqa. E shohim, Labinotin është në dhomën e surprizave. Mirëmbrëma, Labinot. Je vetëm një hap larg shtëpisë së Big Brother. Si je? Shumë mirë. Mirë? Super. Akoma nuk dihet nëse do futesh në shtëpi apo jo. S'po dëgjoni. Akoma nuk dihet nëse do futesh në shtëpi apo jo. Sot për ty do të hapet një televotim ku publiku do të vendosi nëse ti do të bësh pjesë e shtëpisë së Big Brother apo jo. Para se të hapim televotimin, ke ndonjë mesazh për t'i përcjell publikut? Patjetër, unë besoj të publiku sepse jam në skem gati mbi 25 vite dhe unë besoj gjithmonë të vetja, kam durim shumë dhe besoj të publiku im të cilët do të votojnë gjithë për mu. Po ndihesh komod aty në ambientet të shtëpisë? Si? Po ndihesh mirë aty brenda ambienteve të shtëpisë së Big Brother? Fantazi. Vazhdo të qëndrosh aty. Edhe mos të harrojmë që surpriza për ju, sot pas e keni ditëlindje, më duke që jam unë. Faleminderit, po në mora një surprizë shumë të mirë pak më herët. Faleminderit. Ti do qëndrosh aty derisa të vjen vendimi, ndërsa ne hapim televotimin. A dëshironi ta fusni në shtëpi Labinotin? Votoni me përgjigjen po ose jo. Televotimi Televotimi nuk do të zgjasë shumë, kështu që votoni. Tashmë kalojmë në një tjetër moment, po për këtë duhet lidhemi me banorët. Banor! Apo më dëgjoni? Mirë, ju lutem, sepse më duhet të flas pak me Elionën. Eliona, si kanë qenë këto ditë brenda shtëpisë për ty? Nëse do i përmbledhje shkurtimisht me 2-3 fjali. Up and down. Up and down. Po. Do me thënë me ulje ngritje. Po. Çfarë kam bizotruar më shumë? Uljet apo ngritjet? Më falë, qka? Çfarë kam bizotruar më shumë? Up apo down? Qka do me thonë kjo? A ke qenë më mirë lart apo ke pas momente më të vështira?